Shkumbini dikur një lum i mrekullueshëm me ekosisteme plot pemë është kthyer sot në një moçal me kantiere ndërtimi përgjatë gjithë shtratit të tij. Lëpirësit e pushtetit po thonë që ka leje mjedisore dhe kjo sipas tyre e bën normale dhe ligjore situatën. Por pikërisht pse kanë dhënë leje mjedisore për ta kryer këtë masakër në shtrat lumi, ky është krim mjedisor. Edi Rama, Balluku, Kumbaro dhe kumbareshat e saj duhet përgjigjen për krimin mjedisor të parikuperueshëm dhe dëmin e jashtëzakonshëm infrastrukturor. Lejet e Këshillit Kombëtar të Ujit për marrjen e inerteve lumore në shtrat Shkumbinit për kompaninë Ank në Dragostunj dhe në Papër për Salillarin janë akte kriminale mjedisore, pasi shkatërrojnë shtretërit lumej, dëmtojnë akuaferet nën toksor dhe mund të rezultojnë, siç në fakt rezultuan, në deformimin e skarpatave breg lumore. Por në një vend kur krye hajduti ka kapur drejtësinë dhe nuk lejon asnjë procedim penal që nuk ka qef, to krime mjedisore me pasoja të rënda financiare dhe infrastrukturore, ndonse kanë autor, mbeten pa përgjegjës. Ndaj ka nevojë të protestojmë edhe për këto krime, se qeveria nuk po vjedh veç demokratët, por gjithë shqiptarët, pa dallime partijake.